Jetesa në lagjës Skënderbeg dhe demokracia në Lezhë vijon të jetë alarmante, duke ju ngjasuar kushteve të mesjetës, rrugë të shkatruara, ujëra të zeza në sipërfaqe dhe ndotje e rënd mjedisore nga fabrika e mbeti shtazore në zonë janë kthyer në një realitet të përditshëm për banorët e kësaj zone. Kjo situatë problematike zgjat prej vitesh, duke u shndërruar në një shqetësim serioz për komunitetin. Banorët shprehen se ndotja e vazhdueshme po rrezikon drejt për drejt shëndetin e tyre dhe të fëmijëve, ndërsa mungesa e ndërhyrjes nga institucionet ka thedhuar edhe më tej problemin. Prej sa kohësh janë këto rrugë në këtë gjendje? Qysh se moj men, qysh se kam keni vogël, rruga vetëm gropat zërohen më shumë e më shumë. Do me thënë, edhe nuk një mojnë fare kamionet disa tonë që vinë të kjo fabrika këtu poshtë, shkatrohet ditë për ditë. Nuk ka anë duhur se ka mund t'i bish. Asanej poshtë. A keni pasur raste kur keni dëmtuar makinën nga rruga Pishur? Nuk shpesh. Se këtë rrugë ose mëson për mensh, ose në gjën nga i gjatë u këthyr prej poshtë, bim. A keni kërkuar ndërhyrje nga bashkia? Shumë herë. Edhe bëhet, thuhet, gjasme do investohet e lagjës Skënderbeg. Fjalë janë, se qysh se maj men, kështu është. Kur ka zgjedhje gja, bajnë si kur hedhin pak asfalt, për një muj prish asfalt, Po aroma e fabrikës? për faqet zezë. Nuk ka drejtarët myll, dyrt myll, se s'ban, se më dek fabrika. A është të dërueshme për ju? Fare. Gjë e ma keq për këtë lagje është tamam fabrika, asfalti. A duhet të mbyllet apo të zhvendoset kjo fabrikë? Se rregull duhet zhvendoset. Ose nezin filtrat. Se ata refuzojnë me nes filtrat, aq. Prej sa kohësh janë këto rrugë në këtë gjendje? Në këtë rrugë, qish ku kena ardhne, se këtu në ka pru froga ne, me kontener, këtë rrugë se kena ardhne, shokan qënë. Tu pusetat janë blaku me kretnje. Gjithë ujte, gjithë unjat që grumlohen, një këtu dalin. Edhe shë në jo pusetat tjetër e ma tanë, për që kjo është kryesorja. Pra, këtu derdhen ujërat e zeza. Një këtu derdhen, një këtu dalin si për kretë. Nuk kam pikë bërhujnë një kërkoni. Një shtu është kryesorja. A përhapet erë rënd? Era rënd, kur s'kema që ke ta të rëgëjon se si përhapat era që. Për këtu nuk diktohet. Pra ne duhet majret një farmase. Jo se vetëm ne që jena këtu. Po këtu jo shumë familje. Është këtu, është ki këtu, është tjetëri naltë. është jo 3-4 familje këtu. Që kurse ne që përmit në nuj. Nëse mje sa ka ardhë kërkush një më në prita, i një gjallë. A keni kërkuar ndihmë nga bashkia, ndërhyrje? Ha marë mos na e përmend bashkinë. Dhe të fikë të mra. Qa mi i bo bashkis, maj? Ajo zdi, kina shku ke gretari, ajo zdi thot, ka thonë zdi ku jënë kontinert. Ato që e thome, thomë ta mamu, nuk di me rre, zdim ku jënë kontinert. Tu drita, herë nizën, herë fikën, bëhen lamqë. Zdim gjë që bëhet. Okej, faleminderit. A shkojmë të vazhdo folti çfarë dushni. Gjotër si, ne folëm e ne për para. Po? Për punët e ujtë e zeta. Po. Një qëtu ku jam unë, një këtu a katastrofë. A këta. Kretë unjat, më falë si jëmë tu këthe janë e. Kretë unjat që vim për janë e, plasëm këtu. Që ka bo buri huq, që pak e ka bo këtu, ka blako për sedën kretë. Një këta metronina, që kretë uj pistër, uj i kanaleve të zeza. Pra ne, i lutëm bashkis. E kena kretarin e mirë në fakt. Po i lutëm bashkis, gjithë ta me një mas. Gjithë na shef një, ku jetojmë? Mu më shkon ujtje që 1 metre. Gati për në himena. S'ta ka ardhë kush me në po. A këptan. Shive si është ujti. Shive. Urdo. Si janë gropat e zeza, që. Këtë ujti në plasë mena. Kena kalamajt vëgjën, kena të gjitha. Duhet pak, për në mani ma.
Me sa di unë se sa se kam jetu shumë mbi 10 vjetë e sipër e ti që i mbaj mend këto rrugë që ekzistojnë kështu në këtë mënyrë. A është e vështirë të kalosh me makinë në këto rrugë? Po, shumë e vështirë është, ka prej shumë kohësh, kjo rrugë nuk është asfaltuar, nuk është truar, problem shumë, është për qytetarët e Lezhës. A ka pasur raste që janë dëmtuar makinat nga kjo rrugë? Edhe mund këtë pasur raste, shumë raste mund këtë pasur, jam i bindur që mund këtë pasur shumë raste. Të zesa ku derdhen? Ujrat e zeza momentalisht dalin si përfaqe të asfaltit, nuk ka ndonjë burim kryesor. Dhe kryesisht ne si qytetarët e Lezhës e vuajmë shumë këtë problem. Nuk kemi asnjë lloj zgjidhje nga kryetari i bashkisë për momentin, momentalisht. Kërkojmë ndjes, por është vërtet ja mund ta shihni personalisht gjendjen aktualisht, është shumë problem. Nuk ka asnjë lloj Po aroma e fabrikës. lutem, aroma fabrikës është shumë katastrofë. Është shumë katastrofë, nuk mund të ngrihemi në mëngjes. Aroma është shumë Pra nuk është e durueshme. Jo, nuk mund ta dorojmë absolutisht, nuk bëhet fjalë. Kemi fëmijë, kemi motra, kemi familje, është e padurueshme. A keni bërë ankesa në institucione? Kemi bërë ankesa, nuk është marrë asnjë lloj mase, lutem. Asnjë lloj mase. E çfarë kërkoni nga bashkia? Nga bashkia kërkojmë të marrim masa për këtë bashki, për këtë lloj fabrike që është hap këtu në Laxhe Skënderbeg. Për zotin bëjnë ai rrugë zgjidhje, ai gjon, ai rrugë dalje për këto fabrikat, për këto çan këto makineri që vinë me zorr, me gjona, merren masa, mos kalojnë këtu përmes pazarit, qytetit, banesave të Laxhes, sepse kemi fëmijë, kemi familjar që mund të infektohen, mund të përfundojnë nëpër spitale. I kërkojmë kryetarit bashkit të marrë masa. Nuk bën kështu në këtë mënyrë tash me na lën, jemi shumë banor këtu, nuk jam vetëm unë, të lutem, kryetar. Nuk jam vetëm unë. Duhet marrësh masa.